Si që shini prapa neve, tashmë ka nisur punimet nga operatori ekonomik këtu në stadiumin e Gjilanit, i cili do t'i ketë 8750 ulse. Punimet do të përmbyllen pas 2 viteve, pra në fund të muajit maj të vitit 2027 do t'a kemi stadiumin të realizuar plotësisht dhe kostoja gjithë mbarshme do t'jetë afër 12.720.000 euro. Është lajm i mirë për komunën e Gjilanit, për klubet futbollistike Gjilani dhe Drita, për tifozët, për këtë kryeqytet të Anamoravës dhe në përgjithësi për sportdashësit. Urime e përgëzime të gjithë. Bashkë me kolegë nga qeveria nga kuvendi, erdhëm tek Nikoqiri Alban Hyseni, kryetari i komunës së Gjilanit, në palestrën e sporteve Bashkim Selishta Petriti, ku po e shohim që kanë marrë hov punimet për një restaurim aq të thellë sa që mund të quhet rindërtim, me çrast për më pak se 2.8 milion euro. Do të bëhet rregullimi i tërësishëm i dyshemes, i tribinave, i dritareve, i kulmit, i fasadës edhe i zhveshtoreve. Gjithashtu do të ketë edhe një rregullim të fushës sportive e cila është në oborrin e kësaj palestre. Me çrast ky është lajm i mirë për të gjithë sportdashësit dhe sportistët në Gjilan, por edhe për përgatitjet tona për lojrat mesdhetare 2030, ku padyshim që Gjilani do të jetë një ndër komunat fort të rëndësishme në mesin e 10 sosh në Republikën tonë, që do të jetë një koqire e rreth 5.000 sportistëve në 26 disiplina për 23 shteteve në vitin 2030. Punët kanë filluar në janar si vjet dhe përmbyllen për 2 vite, pra deri në janar të vitit 2027. Unë përshëndes rastin që të falenderoj kryeministrin bashkë me zëvendës ministrën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në që rast edhe kemi marrë mbështetjen më të madhe për mësimën të tërësishme për financimin e këtij projekti. Aktualisht po shfrytëzojmë palestrën e Kamenicës për aktivitetet e përgara, ndërkohë që stërvitjet e këto zhvillohen në sallat e shkollave tona. Dhe si që tha dhe operatori ma herët, ka fatende për të kry punë, po ne jemi të bëjë presion më kry ma shpejt. Edhe këtij presioni për përgjigjet operatori me plot sukses, punët nuk është shkuar jashtëzakonisht mirë, edhe besoj që do të jemi shumë shpejt gati me palestrën. Po një lloj sikurse palestra Bashkim Selishta, që po kalon në këtë renovim të plot. Një herë është në renovim të thellë, do të kalojnë edhe palestrat e tjera, të cilat janë ndërtuar për kampionatin botror të handbollit të viteve të 80-ta, të cilat do t'i shërbejnë edhe lojrave mesdhetare 2030. Prizrenin e kemi përfunduar tashmë. Bashkim Selishta që është në procesit e sipër, një tetori me intervenime më të vogla se të tjera për shkak se ka përjetuar disa ndryshime paraprakisht, ndërsa të gjitha palestrat në 7 komunat e mba, një herësh do të renovohen për lojrat mesdhetare, për mbi të gjitha që do të vazhdojnë të shërbejnë klubeve lokale për zhvillimin e ligave, këtë rast të handbollit, volejbollit edhe basketbollit të rrej shumë shpejt këto në Gjilan.